Ngone këta se ko kanë qu këta për vaqicat. Kështu Dardangashi duhet të lënë trajtimin tek hyrja e të legjitimohet nga KFOR-i para se të hyjë brenda këtij institucioni fetar. Procedura ka lënë edhe Ministri i Kulturës Memli Krasniqi. Sidoqoftë, këto pengesa po duken minore, ka shi hapi tjetër më të madh nga ana e qeveritarëve. Gashi e Krasniqi po marrin pjesë në takimin e 6 të Këshillit për zbatim e monitorim që u ftua nga Kisha Ortodokse Serbe. Është që për e parë sigurisht tu kemi dy ministra të Republikës Kosovës që në këtë masë Ministra. pojnë të dozeqin takimin. Parasedista ka votuar në seancë të jashtëzakonshme tjetrën. Qeverisë së re, pasi koalicioni PDK-LDK arritën marrëveshje të re me listën serbe. Votimi i qeverisë së Kosovës erdhi pas marrëveshjes së re të arritur mes koalicionit PDK-LDK si dhe listës serbe, e cila një ditë më parë vendosi disa kushte të reja. Top Channel e ka parë marrëveshjen e re të arritur mes kryeministit Isa Mustafa dhe serbëve, e cila përveç që u ka mundësuar serbëve marrjen e një posti të zëvendës kryeministit, po ashtu parashesi qeveria e Kosovës në pjesën e parë të vitit 2015 të krijoj Asociacionin e Komunave Serbe në Kosovë, sipas marrëveshjes së arritur në Bruksel. Po ashtu, marrëveshja me serbët parashesi Prishtina zyrtare menjëherë të nisë procedurat për krijimin e kushteve për zyrtarizimin e linjës direkte ajrore Prishtinë-Beograd, si dhe nisjen e një hekurudhe që lidh Kosovën me Serbinë. Serbët kishin kërkuar po ashtu që të futet në marrëveshje edhe çështja e emërimit të një serbis si zëvendës shef i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe emërimin e një serbis si zëvendës komandant i FSK-s. Po ashtu, edhe kërkesa e serbëve për ndërprerjen e privatizimeve në komunat me shoqëri serbe, sipas marrëveshjes, do të parashihet gjatë ndryshimit të ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. E pasi morën çfarë dëshiruan, siç duket në këto pamje nga seanca e së martës, ministri i sapoemëruar për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanović nuk e nënshkruan as betimin për qeverinë e re me simbolet e Kosovës. Ai e merr edhe e mbyll pa firmosur dokumentin e betimit. Jo se anin heq atina, ai se nënshkruan se ka post me kanë, se këta sot me Albinin ta s'kan qarë pa nënshkru, se për ndryshe i qeta i ngrej zhak për atushit, ama në atë kohën, kër ishin këta PDK, këta patriotat, AliExpressit, LDK, PDK, a e një që s'pethamone vetë lojmet, po thujnë qka kanë bon. Dy ministra shkojnë atje në Deçan, manastirin e Deçanit, edhe nuk i lojnë me himrana, i kontrollojnë, edhe i deshin cullak, me këshyr, edhe jashtin gishtin për mas, me këshyr Moskona i san, Dardangashit e Memli Krasniqit. E njëjti që ta njerës, që ta patriota, dalin sot thujnë një Albini ja ka dhonë. Albini, një jam i sigurt, me zërt ja merë gjithë kushi. Veç për që pa djeni, edhe me qef tatina, a i 20 cent nuk t'i jep. Qash gërnaqë është i furë që 20 cent nuk t'i jep. E lemo për t'i jep 20 hektar tokë. Po ju ka orë dita se tash këta, opozita po mundohen gjithë qysh me kallë Kosovën, me rëdzu Albinin, me rëdzu vetë vendosen, janë bon kejtë shkije shqiptare, janë bo bashkë, me Vjosa, me PDK, me LDK, me AAK, me krejt. Edhe tybe, kur janë dhonë 8.000 hektar tokë atje që u nënshkru, nuk është bon po tërë ma shumë se sa pas ka thonë një shka që Albini ka thonë për hatër tanë për javjapo në 24 hektar tokë për manastirin e Deçanit. Tash, a i besohet një shka vit, nuk e di, po na i besohet ana. Ja, a i për neve shqiptarve, sidomos për këta të opozitës, ajo është pereni, është zotë, është. Si të shkave, e sigurt ajo u kry, s'ka ma të fjallë diskutime për atë punë. Po këta patriotat e AliExpressit që sot dalin edhe thojnë, e folin, e bon gjithë shka, veç me thonë dishka, kundra me gjithë dishka, me kallë Kosovën, po shëqër zote që populli nuk është ka ngënë, nuk është ka shkën në frymën e tyne, din, se këta për me qef sonte mas dite ose nesër e kallin këtë Kosovën, veç më rëdzu Albinin. Ama populli 70% është me Albinin, e për qatë punë
ai nuk po s'peka për dert shka thënë ta patriotat AliExpressit 25 centve. Se nuk mërzitet, se din që është i pas. Kur je postër, njeri nuk ka qka ta nin, qka mendojnë tjertë për ty. Dere sa ti je mirë, ti je në regull, kes nuk i ke bon kërkuna, atëherë jeta vazhdan, jetës për para. Gjithë kush sot është e lirë me folë, gjithë kush e qka dënë. Edhe ka mundësia se cilë e ka një Facebook, e ka një YouTube, e ka një TikTok, dikush ka gazeta, portale, shkadione, e thëtë mendimin e vetë. Po, mendimin e shumicës nuk mund është me ndryshu, pse ti që është ndicodit e thëtë kjo trati komtare, shka pas ka bon. Po ju trati komtare që ketë të prun kufinin, dhe në kamaran s'ke tratia, pa nuk ke trati kër e dhatë kufinin 8.000 hektar tuk atje, as ke tratia, a nuk ke trati kër e bot gjekatën speciale që thejshë kush nuk e vëtën është udbash, as ke tratia, kër e bot asociacionin, as ke tratia. Sot në ditësodit, 3 shki vendosin për këtë Kosovën, shere ju e opozit. Pa që ata 3 shkiti nuk mund është sot me nru as kushtetutën. Një gerëm nuk mund është me nru kushtetutës pa që u dorën që ata shkije. Edhe dilni vinu më shqitni mu patriotizm këtu, jo veç mu, po ketë shumë poplet, edhe thënë që Albini ka fajt. Edhe Kurpini do që tash kur dalin thënë, jo pa Albini nuk ka votu kundra gjykatës, po ka dalë pesallës. Më thonë, edhe qatë faj munduan me alon Albinit, me thonë që Albini e ka bërë gjykatën speciale, se këta opozita nuk e kanë bon. Dhe që ato kanë mujtë me ardhë me mri, me thonë, këta patriotët e AliExpressit, që Albini ka fajt. Krejtë sanet, shka hajnien, e krejtë sanet që kanë bon Kosovës për 20 vjetë, Albini ka fajt. Gjos shka Albini, edhe kur bjen shije, kur bjen bore, kur frynera, krejt, veç Albini ka fajt. Këta jo, këta janë mazvet. Këta shëqër, këta bubrejci nuk i shkelin, bro. Qashtë mirë që janë, bubrejci nuk ta shkelin. Ma, ne bro opozit. Jo që na keni lodhë neve, po nuk e di, a e keni lodhë edhe vetë vetën, se nuk keni kaj besone as vetë vetës që keni të full. Se ju jeni të pa që popli nuk është të ju besu. Ti falë shka dush, të shka dush, ama popli prap është me Albinin. Kryesore numër 1 është Albini, është me shumicën, e ju leni sa dëni, e keni të kotë, se s'kini rrugë tjetër ju. Veç opozit që ato me najtë, edhe ato me rate poshtë, ka 5, 4, 5, 6%, edhe sile rrëth prage që ato, rrëth mëllarit, që thëshin plesë për para më sile. Tjetër sen që ka mitë.